Agjërimi i shpirtit nga kënaqësitë e kësaj bote është agjërimi më i dobishëm. Thënia e dhënë nga Imam Aliu thekson rëndësinë e agjërimit jo vetëm në formën e tij fizike, por edhe në thelbin e tij shpirtëror. Imam Aliu pohon se agjërimi i shpirtit nga kënaqësitë e kësaj bote është forma më e dobishme e agjërimit. Për të kuptuar konotacionin e kësaj thënie, le të thellohemi në fjalët kyçe dhe implikimet e tyre. Fjala saum i referohet agjërimit, i cili është një akt i njohur adhurimi në Islam. Ai përfshin abstenimin nga ushqimi, pija dhe dëshirat e tjera fizike, nga agimi deri në perëndim të diellit gjatë muajit të Ramazanit. Megjithatë, Imam Aliu e zgjeron konceptin e agjërimit përtej aspektit të tij fizik dhe nxjerr në pa dimensionin e tij shpirtëror. Imam Aliu i inkurajon muslimanët të agjërojnë shpirtrat e tyre, që do të thotë të frenojnë dhe kontrollojnë dëshirat dhe kënaqësitë e kësaj jete, të kësaj bote. Kjo përfshin jo vetëm përmbajtjen nga veprimet mëkatare, por edhe përmbajtjen nga kënaqësitë e tepërta të kësaj bote, që mund të na shpërqendrojnë nga zhvillimi jon shpirtëror dhe lidhja me Allahun. Për të kuptuar më tej rëndësinë e agjërimit të shpirtit, mund t'i drejtohemi Kuranit për udhëzim. Allahu në surën Bekare, ajeti 183, thot: O ju që keni besuar, agjërimi është bërë obligim për ju, ashtu siç ishte obligim edhe për ata përpara jush, që të bëheni të devotshëm. Ky ajet thekson se qëllimi i agjërimit është arritja e drejtësisë dhe devotshmërisë. Duke agjëruar shpirtin, ne shkëputemi nga kënaqësitë e përkohshme të kësaj bote dhe përqendrohemi në zhvillimin ton shpirtëror, duke kërkuar afërsi me Allahun. Por më tepër, në surën Ankebut, ajeti 45, Allahu thot: Lexo atë që të është shpallur nga libri, Kurani, dhe fal namazin. Vërtet, namazin ndalon nga imoraliteti dhe të keqen, e përmendja e Zotit është më e madhe. Zoti e di se çfarë punoni ju. Ky ajet nxjerr në pa lidhjen midis namazit dhe agjërimit të shpirtit. Ashtu siç namazi ndihmon në përmbajtjen e vetes nga veprimet imorale, agjërimi i shpirtit ndihmon në abstenimin nga kënaqësitë dhe shpërqendrimet e kësaj bote, duke na mundësuar të përqendrohemi në përkujtimin e Allahut dhe urdhërimeve të tij. Duke agjëruar shpirtin, ne zhvillojmë vetë disiplinë, vetë kontroll dhe një vetëdije të shtuar për veprimet dhe qëllimet tona. Ne bëhemi më të vetëdijshëm për zgjedhjet tona dhe përpiqemi t'i përshtatim ato me mësimet e Islamit. Agjërimi i shpirtit gjithashtu kultivon mirënjohje dhe kënaqësi, ndërsa mësojmë të vlerësojmë bekimet që na janë dhënë nga Allahu dhe shmangim lidhjen e tepërt me pasuritë dhe dëshirat e kësaj bote. Por më tepër, agjërimi i shpirtit ka pasoja të thella në udhëtimin ton shpirtëror. Ai pastron zemrat tona dhe forcon marrëdhënien ton me Allahun. Na mundëson të kapërcejmë dëshirat tona më të ulta dhe t'i ngrejmë shpirtrat tanë drejt niveleve më të larta të shpirtit. Duke u përmbajtur nga kënaqësitë e kësaj bote, ne shkëputemi nga natyra e saj kalimtare dhe përqendrohemi në shpërblimet e përjetshme të premtuara nga Allahu. Si përfundim, kjo thënie e Imam Aliut thekson rëndësinë e agjërimit të shpirtit nga kënaqësitë e kësaj bote. Ai i inkurajon muslimanët të shkojnë përtej aktit fizik të agjërimit dhe të thellohen në thelbin e tij shpirtëror. Duke i frenuar dëshirat tona dhe duke u përqendruar në zhvillimin ton shpirtëror, ne mund të arrijmë drejtësi, të forcojmë marrëdhënien ton me Allahun dhe, në fund të fundit, t'u sjell dobi shpirtrave tanë. Allahu na dhën të mundësinë të agjërojmë shpirtin ton dhe të arrijmë kënaqësinë e tij.